pikat e grumbullimit për gjatë viteve të fundit janë rritur. Janë gati 400 pika grumbullimi dhe përpunimi, sepse në qoftë se kjo pjesa e zinxhirit, pjesa e mesme e zinxhirit nuk do të funksiononte, ku do shkonte ky produkt? Do të shitej si. Neve sot kemi gati 537 milion euro eksporte. Nga 104 milion euro që ishën 2013. Kjo shifër, gati 5 fish, nuk do rriten nëse këto pikat e grumbullimit, nuk do kishin dhoma frigoriferike, nuk do kishin mundësin të seleksiononin si pas saj cilësie. Pra, fermerët këta 10, plus pikat e grumbullimit bëjnë një grup aktorësh. Po kemi dhe hotelerin në Shqipëri e cila sot po kërkon më shumë se sa po kërkohet jashtë. Ne kemi një statistikë që presioni i turistëve që po vinë në Shqipëri është për të prodhuar 1.5 herë më shumë se sa për eksport. Pra, në qoftë se jemi te 537 plus 700, ne sot jemi e kemi të kaluar 1 miliardin. Dhe e rëndësishme është që ne të konsumojmë produkte cilësore, siç e thash, por mbi të gjitha edhe të zvendësojmë pjesën e produkteve të importit që vinë me çmim më të ulët.